إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Gjitha falenderimet, gjitha lavdatat I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu, krijuesi të gjithësisë. Salavatet tona, selamet tona, këtë ditë të bereqetshme ja dërgojmë zotriu ton, zotriu të gjithë pejgamberëve, krijesës më të bukur, njeriut më të bukur dhe më të mirë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij, shokëve të tij, dhe për ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Atë që udhëzon Allahu xhalla shanu në rrugën e dinit islam, nuk ka kush që e humb, po dhe atë që e le të humbur, nuk ka kush që e udhëzoj. I lutemi Allahu xhalla shanu të gjithë me zemra të sinqerta që të na udhëzoj ne të gjithë në rrugën e Kur'anit dhe në rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, në rrugën e shpëtimit në këtë jetë dhe në botën tjetër. O vëllezër besimtar të ndershëm, e falenderojmë xhamatin e Kurrillës në krye me imamin e tyre, zotri Efendi profesor Naser Kastratin, që na shprehen mendimin e tyre dhe na sugjeruan që të mbajmë këtë hutbë, edhe pse nuk ishim ashtu të përgatitur. Ju falenderojmë edhe një herë sinqerisht për mirënjohjen, për mirëkuptimin, për respektin që tregoni ndaj nesh. Allahu ju respektoft dhe ju nderoft gjithmonë. Për ditën e sotit, mjaft probleme ka që të flasim. Me mjaft probleme sot jemi ballafaquar dhe po ballafaqohemi. Po unë jam munduar në disa pika të shkurtra sot të asjelli në lloj plani, një lloj skeme, ta bëjmë një lloj analizë kritike gjendjes aktuale, problemeve tona aktuale, duke u bazuar në disa ajete kuranore dhe në disa hadithe të Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe ta shohim çfarë zgjidhje po na jep neve Islami. Jeta në këtë kohë të vështirë, el-aishu fi hadha az-zaman sa'b, jeta në këtë kohë shumë të vështirë. Allahu xhalla shanu në Kur'anin e Kerim udhëron dhe thot: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Për atë njeri I cili është larguar nga rruga ime, nga rruga e Kur'anit, nga rruga e Muhammedit alayhi salatu wassalam, ati do t'ja përgatisim një jetë shumë të vështirë, një jetë dink, vështërsi ekonomike, vështërsi morale, vështërsi dhe probleme shpirtërore, sociale e shumë të tjera. Allahu kështu po thotë: ai I cili largohet nga rruga ime dhe nga rruga e Muhammedit alayhi salatu wassalam, kësi jetë do ta ketë. Ndërsa një ajet tjetër I Kuranit po thotë kështu: "Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Edhe për ata cilët veprojnë vepra të mira, shihni tash pasqyrën e kundërt, qofshin burra apo gra, mashkuj apo femra,
Atina do t'ja sigurojmë një jetë të mirë, hayatan tayyiba. Do t'ja mundsojmë atij që ta gjallërojë një jetë të mirë dhe të këndshëm, një jetë të rahatshme në këtë dynja. Ndërsa ditën e gjykimit, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, atyre do t'ja japim shpërblimet më të mëdha. Do t'i shpërblejmë më të mirën shpërblim, çka Allahu xhaleshanu ka përgatitur për këtë njerëzi. Disa komentatorë të Kuranit, disa mufesirë të Kuranit neve na thonë kështu rreth këtij ajeti të dytë, që për muslimanin i cili është në rrugën e Allahu xhaleshanu, i cili është në rrugën e Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam, sipas këtij ajeti kuranor, që atij do t'ja japim një jetë të mirë, duhet ai njeri me pas edhe jetën e mirë në këtë jetë. Me fjalë tjera, duhet me pas një xhennet të vogël në këtë jetë para xhennetit ahiretit. Po edhe përkundrazi, për atë i cili është larg rrugës Allahu xhaleshanu sipas ajetit të parë, ai duhet me pas një lloj xhehenemi këtë dynja para dynjas tjetër. Do të thotë, nuk bën milion gjitha gjanat vetëm për ahiret. Jo. Rezultatin e punëve të mira, rezultatin e veprave të mira, rezultatin e namazit, rezultatin e fesë islame, duhet ta përjetojmë edhe sa jemi gjallë, sipas këtij ajeti kuranor. Edhe unë shumë përputhem edhe pajtoj me këtë mendimin e komentatorëve të Kuranit, që na duhet pak me pas një jetë të mirë në këtë jetë. Ku thëmë për jetë të mirë, mos kuptoni vetëm atë anën materiale, pa aty futet ana shpirtërore, ana morale, ana familjare, aspekte social, e tjera tjera. Ndërsa për ata të këqinj, cilët jenë larg rrugës Allahu xhaleshanuhu, patjetër edhe atyre duhet të vinë në xhehenem këtë jetë, patjetër. Është pyetje koha. Është pyetje koha. Ndërsa ajo do t'ju vije patjetër. O vëllezër të ndershëm, na duhet ta bëjmë një kritik dhe një analizë gjendjes sonë, se ku jemi na vllazën. Me apo bereqetin e këtyre ajeteve kuranore na nuk bën pa analizu çështjen pak më mirë. Nëse kishim për ta dhënë një shembull konkret dhe ta vizatojmë jetën e kësaj bote me një formë të rumbullakët kështu, me një rrethakore. Brenda rrethit është bota e dynjas, problemet e dynjas. Është lindja, është vdekja, është martesa, është shitja, është blerja. Dhe na duhet të sillemi brenda këtij rrethit. Kemi shumë njerëz këtë kohë dhe shumë musliman jenë duke jetu jashtë këtij rrethit. Jenë duke jetu jashtë këtij rrethit, jashtë kësaj bote. Kush janë ata persona, kush janë ata musliman cilët jenë të jetu, do të thotë me figurën para nesh, ndërsa me vepra dhe me mendime jenë jashtë kësaj bote. Jenë të jetu kharij hadha zaman. Kush jenë? I kanë disa sifata ata persona, i kanë disa cilësi. Që t'jemi më konkret, do ta shfrytëzojmë kohën në mënyrë më të mirë, jam detyruar